Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim, për të gjithë besnikët që më ndjekin çdo paradite, do të jetë Selvia, 39 vjeçaria, nëna e një vajze që vetëm përpara 24 orëve ishte me mua dhe rrëfeu një pjesë të jetës së saj të vështirë. Por për gjithë ata që nuk më kanë ndjekur në momentin që Selvia përpara 24 orëve ishte me mua këtu në live më odetën, unë dua t'jap disa momente të shkurtra dhe rikthehemi. Unë kur jam martuar, kam ndetur vetëm 8 muaj me bashortin, domethënë. U prej dita e dasmës, madje kam bërë Është normale zemër të prekesh. Edhe kam rënë shtatzane mas një vit e gjysmë, aty pastaj kam filluar ato debatet sepse në atë familje punohesh shumë. Po. Edhe unë nuk i kisha më mundësi që të punoja si që kisha punuar, si që vajta nuse në fillim, sepse unë të thash edhe njerë ishjam në rrezik dështimi. Ai ka qenë ish vjera im, ajo që na ka përçarë. Një herë në vit vinte 5 ditë. Dhe kur vinte 5 ditë, ditën e 5 ikte fsheuras në shtëpi. Jo shërbëtore, por edhe më keq. Një shërbëtore sklave. Donte një të dashur që unë e mora vesh më mbrapa, kanë ardhur 2 persona në shtëpi. Unë prisja ditët e lindjes. Unë kam bërë rolin të mbroja bashkëshortin, por babai i fëmijës tim dhe doja ta mbroja. Ata erdhën dhe më treguan që se e kishin kapur me mesazhe nusen. Unë nuk e kundërshtoja, i thosha jo. Dhe vjera im pastaj aty mendonte se unë e dija diçka. Unë nuk dija. Jo se nuk doja, por nuk dija. Unë atë ditë kam marrë vesh për vete. Dhe vjera im më ka qelluar, domethënë. Vjera të ka qelluar? Po. Po si, burri të tradhonte ty dhe vjera të qellonte ty? Po. Fole me bashkëshortin, ai ishte në Greqi në atë kohë. Po, fola, edhe më thoshte që jo nuk është e vërtet. Po çfarë të flisja unë, çdo gjë kishte mbaruar. Momente të dhimbshme të Selvijes, së kësaj 39 vjeçare që rrëfeu ditën e djeshme këtu në dritaren time. Ajo është duke më pritur, kështu që unë ha dritaren dhe e ftoj sërish ditën e sotme, pasi do të jemi në episodin e dytë për të treguar momentet e vështira që kaloi në Greqi me babain e vajzës, por edhe divorcin. E hap dritaren dhe e përshëndes Selvien. Përshëndetje Selvi. Përshëndetje. Jemi të dyja së bashku ditën e sotme për të vazhduar pjesën tjetër të historisë. Dje ishim bashkë, ti rrëfeve një pjesë tjetës tënde dhe të tjera detaje që do të rrëfesh ditën e sotme, për padyshim do kërkosh edhe ndihmën këtu në live. Por pse nuk ishe marrë guximin tua kishe treguar të vërtetën dhe pse nuk kërkoje ndihmë kur gjërat vajtën deri në këtë pikë? Se nuk ishte 1 vit e 2, ishin 10 vjet. Po deta nuk e di si ta shpjegoj, nuk dua që pas familjen ta rëndoja dhe e dija pak a shumë që çfarë do prisja. Sepse gjendjen e familjes tim unë dija. Pastaj, siç të thash, ika atje, u zum me fjalë se më ka çuar gish vjeri. Po. Edhe ky më thoshte gjithmonë për 2 ditë ndeti atje dhe gjatë gjithë rrugës më thoshte që sido që të ndodhi na merr në telefon. Kur unë nuk kisha telefon, nuk kisha një telefon me numër Shqipërie. Ai e dinte shumë mirë. I thosha unë, po pse çka ka për të ndodhur? Ata dinin diçka, po unë nuk dija. Po pse thosha unë, do vete atje, do rregullohem, do marr gocën, ky qante. E shikoja gjendjen që shikoja, por nuk kisha çfarë bëja, nuk kisha ku të drejtosha, nuk kisha një... Nuk di si ta shpjegoj situatën. Po çfarë, kishte një grua tjetër në Greqi? Po vajta unë jo, ndoshta i e ka larguar, por e dëgjoja që fliste Selvia pa, kuptoja pa greqisht, sa fjalë. Se ndaj që shkova 7 muaj më përpara, si ta thash, edhe mësova disa fjalë, edhe me sa kuptova ai e kishte. Por e kishte larguar dhe e mbante në hotel.
e qartë dhe e kuptueshme, një burr që rri 10 vjet në emigracion dhe vjen te gruaja një herë në vit, do thot ka një tjetër grua, kjo është e kuptueshme. Edhe i thosha që unë nuk do të largohem më nga këtu, se kam ardhur të jetoj me ty. Do gjej një punë, i thosha, ma gjej një punë, do gjej një punë që unë do punoj, do marrim dhe gocën dhe ne do jetojmë bukur e grua si që na takon. Është bërë çfarë është bërë, i thosha, do mendojmë për atë fëmijë, sepse është lindur pa baba, i ke thirrur ndonjëherë trullit, i thosha, se e dëshironi të vet atë fëmijë edhe çfarë po bëni, i thosha. Nuk e di, jeni njerëz, nuk e di, kuptoni, nuk e di, doni e boni, i thosha. Ai më shikonte dhe thoshte, qa po flet, nuk janë të vërteta, nuk janë kështu. Ore, unë po flas, po më dëgjoni, thosha, kemi një fëmijë, e kupton, kemi një fëmijë, duhet të arrisim me dashuri, duhet të arrisim. Është si puna saj, follow more, follow good. Dhe çfarë ndodhi? Pastaj më tha që do kthesh, sa nuk mundem të maj dot, sa se unë se laj do të qiram, nuk mundem maj, do punoj, i thosha, do punoj vetë. Po për çfarë rri këtu, i thosha, hajde në Shqipëri, punojmë bashkë, rri atje, jo, unë Shqipëri zvi, të punoj këtu. Po si do punosh këtu, kur ti nuk paske një gjendje, nuk përballoke do të qiran, i thosha, unë nuk paske lek, për ushqimin e gocës, po të kërkoj unë lek, mamaja jo të është kërkoj ati, i thua, thoshe unë që kërkoj... Ja, kërkove divorcin, i the që të ndaheshit? I thashë, në qoftë se unë, sot, do marrë rrugën për Shqipëri, të prindrit e tu jo, thashë. Unë do vletet e prindrit e mi dhe kjo martes do më barojnë përfundimisht, thashë unë mos kujto se kanë hikur 10 vite, dhe do kujtosh se hasa ajo kështu, se unë kam bërë një sy qorë, kam bërë një vesh i kam bërë të dy, thash unë. Edhe sy, edhe vesh, edhe çdo gjë, jam bërë edhe rolin e budallajt, thash, por çdo gjë kam mbaruar, thash. Është mbushur kupa, kaq ishte. Dhe si reagoi kur ti kërkove divorcin? Ai nuk njëre mendoi kështu se nuk po e besonte. E dashur se Pastaj tha jo, po ti tha nuk do ndash prej meje. Thash, unë prej te, thash, kam dëgjuar 10 vite, tani thash, unë do më dëgjosh ti mua, nëse ti nuk më dëgjon mua, kjo martes ka mbaruar, thash. Mos kërko asgjë prej meje, se nuk të fal më, thash, qimen e floku, nuk ta fal më. Ai nuk e beson, të thoshte, jo, ne do jemi bashkë, po bënte edhe presion, madje edhe më ka qelluar. Ai ka ushtruar dhe dhunë ndaj teje? Po. Gjë që unë të nuk e kam thënë atë një herë, nuk e kam treguar, thash, unë po tregoj disa detaje që as familja ime nuk e di. Ke bërë shumë gabim, Selvie, po të flas si motor. Ke bërë shumë gabim që nuk e kërkuar ndihmë te familja jote, që në ato kohë kur ai të braktisi, quhet braktisi, një burr që e lë gruan në Shqipëri tek nëna e vet dhe ikën jashtë me vite të tëra, quhet braktisjet, ka braktisur dhe ty edhe vajzën, dhe mbi të gjitha ati i bure kusht që unë do jetoj në Greqi me ty, dhe ai tha jo, nuk do jetosh me mua dhe të goditi, ushtroi dhe dhunë, ti prapë e durove. Ka shumë e doje atë njëri? Unë edhe doja, por nuk doja pjesën e vajzës tim. Ajo është edhe sot arsye që ta thash edhe në fillim të bisedës, edhe sot ajo është arsye që unë marr frym. I dashur Selvie, tjetër, sepse edhe që po flas me ty është goca ajo që ka këmbgulur dhe nuk ka lënë kur pa lëvizur, kërkon një diçka që thot po realizua kjo mami, thot, atëherë do jemi ne të dyja të lumtura, thot. Do ma tregosh, do të pyes dhe për vajzën, por më lejo të them që ti nuk divorcoheshe sepse nuk dohet ta lije vajzën pa baba. Po vajza pa baba ishte rritur. 10 vite ti vetë po e rrisje. Që duhe ato burr?
Habite ndonjëherë me ca gra shqiptare që për hir të vajzës, për hir të fëmijëve nuk e lash burrin. Çe do atë burr? Ai burr që nuk është me ty, nuk ka kuptim ta mbash. Po nuk është vetëm kjo arsyeja, Odeta. Janë shumë arsye. Qëse unë nuk do të gacmoj, por çfarë do lloj arsye në botë të ishte më e forta kur një martesë është e dështuar, duhet të largohesh. Por ti nuk u largove, i dhe shanse atij njeriu që nuk e meritonte. Këto shanse që ke dhënë. Nuk e meritonte as dhe një herë. Por në momentin që të dhunoi për herë të parë në Greqi, të kërkoj falje më pas? Më kërkoj. Si të kërkoj? Më fal se Më fal sa se që të qëllova, tha, por isha me nerva. Si ishe me nerva, thash, në vend që të qëlloja unë ty, thash, të më qëlloje ti mua. Po sa është e drejt, këtë nuk e mohoj dot, ja ai është andej, unë jam te, nuk e dua. Ta shoh, po unë gjithmonë tregoj të vërtetën, se ka një Zot. Ka një Zot që ai të vërtetat i nxjerr veç ai Zot. Dhe unë nga Zoti kam shumë frikë. Të gjithë kemi frikë nga Zoti. Do vi një ditë që të gjithë do japim llogaria atje lart. Selvie, por çfarë ndodhi? Jetove në Greqi për herë të dytë vetëm pak ditë. Më the në 14 shkurt vajta dhe në 28 shkurt u ktheve. Ai të ktheu pa dëshirën tënde. Ai pa dëshirën tim kishte gjetur një taksi dhe tha që nesër do nisesh për në Shqipëri. Thash unë jo, nuk do nisem për në Shqipëri, jo do nisesh. Unë ta thash nëse unë do nisem për Shqipëri, unë do ikit e prindrit e mi, po prindrit e mi nuk dinin as edhe një lloj gjëje sa ai, dhe këto ditë që ndeta unë atje në Greqi, ai nuk ua hapte prindërve të mi. As gocën nuk ma jepte në telefon gocën. Kush ta jepte? Nuk ma jepte gocën në telefon. Ishte një bufe, kur haja buk, nuk haja buk, unë haja vrerë, se shikoja gocën dhe thosha, duket goca buk, duket, nuk e kisha lënë ndonjëherë. Por kush ta pengonte vajzën që të flisje në telefon? Burri, me ish vjerë. Ma pengonin gocën dhe kur jam thyra Greqia ma kam fshehur gocën. Por pse? Pse ta pengoni vajzën? Se që ata donin që të ma mbarin gocën dhe unë tikja pa gocën. Ish vjera. Ajo e bën të ti gjithë. Dhe ai të preu biletën? Ai të preu biletën dhe ti u ktheve në Berat? Po, u ktheva në Berat. Me doja gjëra, thosha të vitem në ato buzit. Me doja gjëra, nuk kishim në gjendje. Nuk kishim në gjendje, ishte një grua nga Kuçova, ajo më ka ndihmuar jashtë mase, falenderoj pa mas, dhe të nuk jam marrë dot as numrin, as nuk e marrë dot si. Ajo më thoshte, po çfarë ke që qanë me të gjëra për të ngrënë? Gjatë rrugës që udhëtoje me autobus? Isha në Cirë. Por si u ndave? Ai ti hipi në autobus të përcolli dhe çfarë të tha? Nuk tha asgjë, më hipi në autobus dhe hiku. Se ky ka qenë dhe takimi i fundit që ke pasur me burrin? Po, nuk më tha asnjë aty. Unë e habisha, thosha, po mirë, ai më tha kështu, tani në djetë tjera, si nuk më takoj që të më thoshte që po iki, po kështu, me hipi aty në autobus, po zbrita në autobusi, se tha, po mendoja se thash, qysh nuk më takoj, apo të më thoshte një diçka. Tha, mua, pse zbrite në autobusi, tha. Thash, nuk zbrita për të shikur valicë, se nuk e kishe, nuk kishem gjendje fare dhe për ato 5 rretka që kishem në valicë. S'po i doja më fare, po thjesht zbrita po e shikoja që nga shkoj, nga iku, nga vajti. U shikoja aty ishte me një burr, ipi me një taksi dhe iku, kaq, nuk e pash më. Thash veç Zoti e di me se ku do shkoj unë, se isha në mes të Afinës, nuk dija, unë s'kisha në qenë ndonjëherë, gjuhën se dija. Dhe po i prati në autobus, po plisja jam nga Kuçova, jam tu, falë Zotit, thashën që pas kam njerëz shqiptar që e ditë që ku do vete, ku do shkoj. Që si ato linja autobusi vetëm me shqiptar janë, shqiptar që udhëtojnë me autobus nga Athina në Shqipëri dhe gjithë autobusi me shqiptar ishte. Por ti... Por unë nuk e dija. Ere parë që udhëtoje.
Por dua të pyes, gjithë rrugëtimin e ke bërë me lot në sy, le të themi nga Athina në Berat? Me lot në sy dhe me mendime shumë të këqija, po të them edhe njerë vetëm ka majtur vajza. Thosha, unë si ta bëj unë të veprim, për mua po më pret vajza atje, ndalosha pastaj. Dhe Selvi, e kuptoj që ke vuajtur rritur në Shqipëri, kam njoftuar punatin, do me thënë punatën, motrën e burrit, po jo motrën, burrin e asaj, se kisha të shkruajtur me një letër, i kisha numra dhe nuk po gjeja dot që kush njoftoja që të vini se na atje ku ndalon të autobusi. Dhe do shkoja unë në vendin tim ishte shumë largë dhe unë zbrisja natë në 4 mëngjesi. Por pse, askush nuk doli të priste? Jo, nuk dinte gjë njeri që unë po kthesha për në Shqipëri. Po ai nuk i kishte njoftuar njerëzit e tij që po vije ti? Jo, nuk i kishte njoftuar se nuk donte. Nuk i thoshin ata që ne tani ta sollëm, pse e prure. Por çfarë ndodhi? Dikush erdhi të priti, besoj, dhe ti vajtet e shtëpia e burrit. Unë e mora në telefon burrin e motrës, tati, edhe i thash që do visht më marrësh pak, thash se ka marrë dhe jam plan vend. Tha i po talësh ti, më tha mua, pse po më thua kështu? Thash të lutem, thash, unë nuk po talëm, po të thash që do visht më marrë se ka marrë dhe jam ka ardhur me gjithë kunakun. Të ka pritur. Erdhëm për të më marrë. Dhe kë ishte, sa pse po jo bitur, sa se bërë ka shpejt, sa. Ne dinim, sa që ti do rije, sa. Nuk dinim që ti do dhe ti vajte për pushime, më sa mua po fliste, sa. Ajde, tha, se ti ke ardhë nga Greqia, më tha mua, dhe nuk e dinte ai, e dinte kështu ai. Dhe unë tha, do t'a paguaj, dhe diti që më venit nga gjumi natës, më tha mua, edhe dua 50.000 lekë, tha unë. Edhe unë si që kisha lekët që kisha marrë nga Shqipëria, po thash, unë do t'i japë. Dhe i dora lekët t'i jipja, dhe unë e kisha me qizë shpirt, nuk e kisha sërëzisht, sa unë... E qartë. Thash unë, dëgjohë, thash unë, ktheni njerë kokën mbrapa, se ishja në sëndilën e mrapshme. Ktheni njerë kokën mbrapa, dhe më shikoni, thash, se është natë, mi thash, por do t'a zbulem nesë ku zbardhin dita. A dite. Edhe lekë, thash unë na, thash unë se unë do t'i jipja lekë. Pra erdhi kunata me burrin që të priti te stacioni i autobusit dhe vajte në fshat, te shtëpia e burrit. Çfarë ndodhi? Aty pastaj mora prindrit e mi në telefon, i thash që hajde, thash unë më merri se kjo martesë ka mbaruar. Jo, thoshin prindrit, jo, andej, po këti. Të thash edhe në qoftë se më doni, hajde më merri. Në qoftë se nuk më doni, thash, më prisni me arkivar. Kur erdha në Shqipëri, më kishi fshehur gocë. Ish vjera, më kishte fshehur gocë. Po mirë, tani se nuk po e kuptoj. Ajo ish vjera juaj. Si ta ka fshehur vajzën? Domethënë me të shmend. Gocën e ndan nga nëna. Pse ta fsheu? Që unë të ikja, kisha më lajmëruar njerëzit e mi, dhe ajo me atë ide se me ato budalliqet e vet ajo thoshte që kjo do iki, do kujtohet më për gocën. Që unë jetoja vetëm për gocën, unë gjitha ato historira që kam duruar, unë jetoja vetëm për gocën. Ajo nuk e mendonte fare. Por goca si reagoi kur u ktheve? Jetoja vetëm për atë fëmijë. Si reagoi goca kur u ktheve nga Greqia? Goca nuk ishte në banesë. Se ku e kishte çuar vajzën Vjera? Ajo e kishte çuar vajzën tek ish kunata im. Dhe kur? Edhe ai kishte treguar që kështu kishte thënë ajo do kthehet sot, ndoshta ajo e kishte ditur, vetëm ajo. Ndoshta vetëm ajo e kishte ditur, sepse kur bëri atë veprim se ai çuni me atë bashkëshorti me ish vjerën tim, kam bërë çdo gjë. Dhe kur erdha në shtëpi nuk kishte goca, ishte te kunata im në një fshat tjetër, dhe ai burri kunatës si kishte thënë. Je grua në moshë kishte. Nuk i bëhet një, kishte thënë në disa gjunafe keni bërë ju ndaj asaj gruaja, asaj femër, kishte thënë që ajo nuk ka femër në botë të falin ato që ka falur kjo nuse.
e kishte marrë gocën dhe ma solli. Aty kanë ardhur dhe njerëzit e mi, më kanë marrë, ka qenë një shi që nuk e kam parë në jetën time. E telefonove atë ditë burrin, i the që unë po largohem? Jo, nuk ja hapa më telefoni. Vendose që telefonin ta fikje, ai të telefonoi? Po. Por ti Më ka telefonuar jo atë ditë, mbas një jave që unë isha kthyer te prindrit e mi. Por ti nuk ja hape telefonin. Jo, ai telefoni im nuk u hap më për atë njeri. Si reagoi vjerri, kunata, kur ti more telefon prindrit dhe vendose të largohesh edhe t'jepje fund kësaj martese? Si reaguan ata? Nuk reaguan mirë. Nuk, se unë me vjerën, unë po të them, i kisha prishur marrëdhëniet, edhe kur ika në Greqi, unë nuk kisha të mira marrëdhëniet me vjerën, se ishte ajo që i shtyste, nuk ishte ajo që ne të shkonim si çift. Ishte ajo E dashur, shkaki shumë gjërave. e qartë, Sepse një nënë e mirë do ta Gjunja mbite thotë djalin me nusen, e qartë, e kuptoj. Ka ndikuar negativisht në martesën tuaj, në marrëdhënien tuaj dhe më vjen keq që ka përfunduar kështu martesa jote. E dashur Selvi, ajo nuk ka qenë vetëm me mua kështu. Nuk ka qenë ajo, ashtu ka qenë edhe në familjet e punatave të mia, domethënë të gocave, reagonte. Ishte një njeri negativ, ishte shumë e keqe. Thoshte bëni si të themi unë dhe jo si di unë, thoshte. e dashur Selvi, po prindit e tu si reaguan? Kur vajtje dhe u tregove gjithë historinë, le të themi, jo të gjitha detajet, por tregove vuajtje që kishe Jo. kaluar. Nuk e kam treguar shumë, i thash që kaq. Baroj edhe këtë gjë, nuk i thash shumë detaje, nuk i di shumë detaje prindrit e mi. As sot, sepse edhe na prindrit e mi nuk është se nuk doja që i dinin. Sa vite... Prindrit e mi ishin, unë babin e kisha dhe mamin e kam të smur, të dy. janë të dy të sëmur. Sa vite ke që... Mamin e kam me zemër dhe me tension të lartë. Babin e kam është aperu në veshka, një veshka. Një veshk nuk e ka dhe atë nuk është në gjendje që ta ketë sakt, domethënë. Sa vite u bën që jeton aty te prindrit? 10 vite. 10 vite që jeton tek prindrit. Nuk mendove të rimartohesh e të shikoje jetën tënde? Jo. As mendova, as nuk mendoj. Pse? Kur bëjnë ndonjëherë muhabet një herë, babin ndoshta edhe e kam lënduar, po ja kam treguar, sepse komunin më thoshin që je re, martoj, o shubabi, i thash, unë të kam baba, kam vlezër, kam motrën, thash, por ti po më flet si baba, unë do të them një fjalë, thash, nuk dua të them shumë fjalë, vetëm një fjalë, thash, po nëse e kam gabim, do më falësh. Do më falësh, një, nuk e ti sa të them, thash, por kur më flet edhe ti, thash, nuk të besoj më. E dashur Selvie, çdo grua që më thot pas një divorci vendosa mos martohem, më duket një dënim i rëndë që jepni vetes. Ke qenë vetëm 29 vjeç kur je divorcuar. Nuk mendove për veten tënde, ke dhe ti të drejtë jesh e lumtur. Ndoshta burri i parë nuk qëlloi një burr i mirë, por kjo nuk do të thotë që gjithë burrat janë një lloj. Ke nevojë dhe ti për një partner, ta kesh në krah, të dëgjosh një fjalë të ëmbël. Nuk besoj më. Unë po ta them edhe një herë që unë i thash babait tim që unë nuk të besoj kur flet edhe ti. Ka baba. E qartë. Unë nuk të besoj, më fal, thash që po ta them. Ai ka mbushur syt në lot, është ngritur, ka dalë jashtë në banesa dhe ka ndetur për një farë kohë jashtë. Edhe kur e kujtoj atë moment, thash pse ja thash babit se ma kanë shprehur.
ata kanë ato dhimbjet e veta që më ka thënë që E qartë. mami që unë nga ty do kem dekje dhe kam frikë se mos i lëndoj, se mos i gjen diçka dhe se mos bëhem më shkallë dhe çdo gjë, çdo vujtje unë i vuaj vetëm. Por mos i mendoj gjërat kështu. Mos i mendoj gjërat kështu, pavarësisht ata janë prindër në moshë të sëmur, e vuajnë dhimbjen tënde se je divorcuar e vetme me vajzën, por kjo nuk do të thotë se ti mund të jesh shkaktare gjithçka në atë shtëpi. Mos i mendoj gjërat kështu. E dashur Selvi, dua të pyes, si ka qenë jeta jote në këto 10 vite në shtëpinë e babait, me vajzën? Nuk ka qenë as pak. Lehatshme. Je munduar të stabilizohesh, të gjesh një punë aty ku jeton? Por nuk është se unë jam edhe vetë nga gjendja shëndetësore, nuk jam Mirë. gjendje shumë. Kam shumë probleme me shëndetin, shumë. Nga se vuan? Nga shtylla kurrizore, më janë larguar këto shtyllë kurrizore. Kam probleme me gjendra tiroide që s'kam bërë asnjë lloj vizite. Kam bërë 3 operacione në trupin tim. E qartë, e kuptoj që ke këto probleme dhe ndoshta nuk ke mundësi të punosh, por ndalemi pak, e bëre divorcin ligjërisht me bashortin? Po, e kam bërë divorcin. Çfarë vendosi gjykata në ato kohë kur u divorcove? Gjykata vendosi që goca të takohej me babain 1 herë në javë, 4 herë në muaj. Po, dhe ai të pagonte një detyrim ushqimor. Dhe të pagonte 70.000 lekë në muaj, që ai nuk i ka dhënë, më vjen keq që po e them, as dhe një kokër karamele. Ka gjë më të vogël se karamelja që në qakiz për bit. Nuk e di që të them, ai prim nuk është kujdesur, por më thot dhe më mohon çdo gjë se më thot që ajo nuk ma lejon të takoj gocën, as edhe një herë nuk e kam bërë. Por goca është e madhe. Goca është e madhe sot, është 17 vjeç, nuk do të marri leje ty për takuar babain e saj. Ai në do mund ta takoj vajzën. Ai edhe për të marrë kur e merr goca në telefon ndonjëherë dhe ai thot që se s'më merr në telefon, pse më flet, se goca i flet ndonjëherë harsh, por pse më flet kështu, ti s'më do, nuk e di, nuk më duken gjëra normale ato që i Dashur Selvi, po mirë, në momentin që gjykata vendosi një detyrim ushqimor ndaj vajzës dhe të drejtat e takimit për babain, ai nuk pagoi detyrimin ushqimor, pse nuk e denoncove? Unë i kam bërë letrat, i kam çuar në Berat. Po, të zyra përmbarimore? Të zyra përmbarimore dhe aty më thanë që ne atit njeriu nuk i gjejmë dot asnjë lloj gjëje, tha që të paguaj. Tash po si nuk i gjeni dot gjë atit njeriu ku ky fëmijë ku ka dalë? Nuk i gjejmë dot, sa ai ka hedhur gjitha gjërat në emër të prindërve. E kuptoj. Edhe lek nuk e di, nuk ka numër llogarie qartë që t'ja bllokonte zyra përmbarimore. Por vajzën e ka takuar vetëm një herë, më the? Po, e ka takuar vetëm një herë. Sa vjeç ka qenë vajza kur e takoi babain? 16 vjeç. Tani përpara një viti e ka takuar vajzën. Po. Dhe 16, 15 nuk më kujtohet. Tani nuk e di me saktësi, ta them të drejtën. E di që ka qenë timo. Dhe tani o vjet ose par vjet. E ka takuar. Çfarë tregoi vajza në atë takim? Nuk tregovi shumë gjëra. I thash që si shkoi takimi, goca e kishte frikë në fakt. Nuk e njinte. Goca e kishte frikë. Unë nuk i thash gjëra që i thash që mos e ke frikë, se ai është babai jot, nuk të bën diçka, sado që i thosha gocën sa shumë po prap. Thosha ka kaq vite, nuk mund ta njoh më se kisha edhe si frikë. Pastaj e takoi, e kishte takuar goca, ajo tha që nuk foli, tha që të më thoshte, tha. Nuk foli, vetëm se e qante, tha.
dhonë qaja, kishin konsumuar një kafe, një qaj aty, dhe kaq, ishte ikur. I kam kërkuar disa herë prokurën që të dalësh jashtë. Ishte goca e lirë, dilja jashtë, asnjëherë nuk e ka bërë. Por nga Ka bërë vetëm zhgënjime. Por nga dita që e takoj vajza dhe deri më sot, flet me babaj në telefon? Shumë rrallë. Shumë rrallë. Shumë rrallë. E dashur Selvi, më the pak më parë që vajza ka një ëndër. Kush është ëndra e vajzës? Sepse gjithë qëllimi që më ke telefonuar besoj kjo është. Të më kërkosh ndihmë për këtë gjë. Vajza ka pa një emision, sepse ka shkruajtur në telefon Kerdis Naçi për këto shqiptarët, për shqiptarët. Emisionet që merren me ndihmesa. Po, këto emisionet fundjavë ndryshe. Po. Kemi kontaktuar dhe njerë, kemi shkruajtur, po jo se kemi marrë ndonjë përgjigje. Kam vajtur dhe në Cerik aty te bashkia që të kërkojmë një ndihmë. Dhe ëndra e vajzës ka qenë një banesë. Që ajo të ndjekin shkollën, sepse na këtu ku jam unë, goca nuk mundem që t'ja kryej të gjitha. Ma ka kërkuar që të shkojnë dhe të bëjnë një gjuhë të huaj, po nuk ja bëj dot. Sepse unë me zi e mbaj. Ju jetoni në cili fshat? Unë jetoj në një fshat të Cerrikut. Edhe nuk është se punoj për ditë të kem një punë bazë. Unë me haq sa mundem vetë, mundohem, por nuk është se kam një punë bazë që a e shkollon do të një nanë e vetë me vazhden, pa një punë bazë. Është e vështirë, e kuptoj, në fshat e ketë pa mundur të gjesh një punë. Dhe jetoj te prindrit dhe ëndra e vajzës është që neve të kishim, gjithmonë kur shikon kështu thot mami, thot sa mirë do ishte të kishim dhe ne një banesën, të rahatoshim të dyja dhe të gjenim ndiqja dhe në shkollë, thot ndoshta atje në Tiranë ose në Elbasan. Vajza është duke mbaruar gjimnazin dhe çfarë ka qef të vazhdoj shkollën e lartë, për çfarë ndërron? Ajo ka shumë qef. Police, më sot mua, por Akademi e Rendit. Nuk e dëshiroj këtë profesion, se them unë një gocë kam dhe kam frikse. Gjithsesi t'i jap një këshill, ne nëna ca herë mendojmë për fëmijët, shkolla të mira, por fëmia duhet lënë i lirë, të zgjedhë atë që do. Nëse vajza kërkon Akademinë e Rendit, lëri të shkojë atje, është ëndra e saj. Mos ke frikë. Dhe ëndrën ka shumë ëndra, edhe më përpara, kjo mirë të kishte një mikrofon lodër kështu. Dhe kishte shumë dëshirë, thoshte, mami më çon në shkollën e muzikës se kam shumë qef dhe ka kënduar një këngë. Ka zë! Bravo! Edhe më thoshte, mami dua që të më çosh tek një shkollë muzike, po nuk mundem ta çoj dot. Më çoj njerë. Ka kontaktuar njerë me Vojsava Alien, thoshte, dua që ta takoj njerë që ka shumë ëndra Odeta, po mundësia nga këtu ku jam ta provoj njerë, thoshte. Nuk mundesh dot. Gjithsesi, e dashur Selvi. Unë të premtoj që në ditët në vijim, unë do flas me vajzën tënde, ti do më mundësosh një numër, me shpirt do bëj të pamundrën për t'i realizuar ëndrat e saj për sa i përket studimeve, sikurse mendoj dhe për fëmijët e mi, mendoj dhe për ty si një nënë që je vetme, nuk e mundësi për shkollimin e vajzës që është gjëja më e rëndësishme, e kuptoj që ti më kërkon ndihmë për një banesë që është e vështirë, por të premtoj që unë do lidhem me bashkinë e qytetit të cilën ty të përfaqëson fshati ku je, do gjejmë një mundësi, qoftë nëse nuk gjejmë një banesë, një qira banese të paguar nga bashkia, ku ti të kesh mundësi të nisësh një hap, të largohesh nga familja e prindërve dhe të jetosh me vajzën. Të premtoj që do bëj maksimumin tim për të ndihmuar.
Sepse më dhimbse me gjithë historinë e jetës që më tregove në dy ditë. Një banesë ta kisha me qira, se banesat me qira janë për një farë kohë, domethënë. Ndoshta është një stabilizim si një hap i parë për të ndjekur hapin e dytë, për të marrë një banesë. Unë nuk e di, bashkia juaj a funksionon me kredi të buta për të blerë një banesë, siç ndodh në Tiranë dhe në qytete të tjera. Ka shumë forma, shumë mundësi. Prandaj po të them, të premtoj që në ditët në vijim do flas me institucionet për të parë më të mirën për ty, për të ndihmuar ty. Odeta, shiko, unë në bashkinë tonë, se neve jetojmë te kjo shtëpia që jemi këtu, Po, jetojnë dy prindrit e mi. e qartë. Po të tragoj atë të realitetin që unë po qa po kërkoj dhe qa po... Unë jetoj me dy prindrit. Kam dy vlezër me dy nuse, edhe ata kam fëmijë, njëri ka fëmijë, njëri nuk ka. Jam dhe unë me vajzën, tu te kjo shtëpia janë 4 dhoma. Ku jetojmë neve te kjo shtëpia, te 4 dhoma. Dhe unë dhe babi kemi qenë në bashkinë të ri, sepse jemi 4 kullora me një shtëpi. Dhe babi bëri kërkesë që të heq një kullor në shtëpia. Se jemi shumë njerëz, nuk mund të rrinë dot. Qartë. Është e pamundur jetesa ashtu, e kuptoj. Edhe më sa, ata të bashkisë na bërën një shtëpi të vogël, thjesht sa e ndërtuan, i vodhën dhe çatim, as dy, as dritare, as shtëpia është e pabanueshme, domethënë me pak pjatë. E kuptoj, pra është bërë një shtëpi, është ndërtuar, që ndoshta me pak para mund të rregullohet dhe të bëhet funksionale. Po, nuk ka as dokumenta, nuk është e ndërtuar e banuar, domethënë, nuk është. Gjithsesi, nëse është ndërtuar nga bashkia, dokumentat bëhen, sepse nuk është e vështirë. Por ja, nuk e dija këtë detaj, ndoshta do flasim në ditët në vijim, prandaj të thashë dashur Selvi, do flasim në ditët në vijim që t'i marrim një nga një gjërat, nuk është e lehtë, por të premtova që do bëj maksimumin tim, nuk e di sa do arrit të ndihmoj, por do bëj maksimumin tim për të ndihmuar. Më erdhi shumë keq për jetën tënde, mos u dorëzo, ke kaluar kaq shumë vuajtje dhe ja ke dal, do ja dalësh, vajza të rrit tani, është krau jot më i fort, mos u dorëzo, buz qesh, fshi lotët, mendo pak ndryshe se njeriu vetëm një herë jeton në jetë dhe duhet jetojmë. Harroj të shkuaren, mendo për të ardhmen. Ka probleme sa kemi kaluar, edhe nuk e dim se ku do jetë fundi, unë ta thash edhe një herë. Unë kërkoj vetëm një banesë ta kem aty në qendër, në Elbasan, në Cerrik, që vajzat mi ketë gjitha mundësit, edhe fryma i komplet të mbaroj, nuk dua më asnjë gjë tjetër. Vetëm një banesë për vajzat. Je shumë e re për të menduar fundin. S'ke vajzur akoma 40 vjeç që ke jetën përpara, Selvi. Të gjithë kështu ma thonë, Odeta. Por unë vetëm këtë gjë, ndoshta në të kaluarën numra ta nuk do fshihen, nëse ti ma bën këtë, numri jot në zemrën tim nuk do fshihet, dhe ti do të ma besosh se ti nuk më njeh, që unë vetëm këtë gjë na jeta im, vetëm këtë gjë, të gjërat e tjera unë jam kështu, unë dua vetëm një banesë që të ratoj me gocën tim, në Elbasan, në Tiranë, se ndoshta andej do të në ditët në vijim, ndoshta do të kem edhe banesën. Ta uroj me zemër. Ta siguroj dhe gocën dhe për shkollën dhe nuk duam. Të besoj. Ta uroj me zemër që të bëjmë diçka të mirë dhe do bëjmë maksimumin tim. Vajza im më dëgjoi dhe një herë se 3-4 ditë se ajo e ka gjetur atë numrin e telefonit, tek ai emisioni, ka parë atë emisionin, ka qenë një ditë e martë që ka ardhur një djalë nga Elbasani ku ka dhuruar disa banesa. E vërtet, Emiliano. Ajo e ka gjetur numrin atje dhe ka një javë Odeta ma beso, që më thot, mami janë smur, po çfarë ke, i them unë, çfarë ke? Ajo, kam një dhimbje, thot, këtu në kurris, që unë e kuptoj faramisht, që çfarë e ka, ajo e ka një aks që do t'i realizohet, ajo ka shumë vite që kontakton me thotë, nuk është. Bëre mirë që ma kujtove Emilianon, se me njëherë do lidhem dhe me Emilianon,
për rastin tuaj, sa i përfaqëson gjithë rastet e zonës e Elbasani dhe Cerrikut. Mirë, Selvi, mirupafshim. Edhe më tha edhe një gjë tjetër që ndoshta të kontaktoj me këtë gruan mami, thoshte me Odetën, thoshte, se na nuk kam frikë, nuk e njohim këtë burrin se çfarë janë. Do lidhem unë. Kam frikë, thoshte. Do lidhem unë, mos të lidhet vajza, do lidhem unë. Mirë, Selvi, mirupafshim dhe do jemi në kontakt në ditët në vijim. Mirupafshim. Shumë faleminderit Odeta, të përqafoj fort dhe thash edhe një herë Zoti të bekoft familjen. Mirupafshim. Shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-i. Kushdo që i ka ardhur keq për zonjën Selvie, mund të më kontaktoj për t'i ofruar ndihmë kësaj zonje, por i premtova që do bëj të pamundurën për t'u lidhur dhe me institucionet për të ndihmuar jo vetëm Selvien, por dhe vajzën e saj 17 vjeçare, e cila ka plot ëndra për shkollim, por nuk mundet dot nëna ta shkolloj, pasi në një farë mënyrë babai e ka braktisur dhe nuk është kujdesur për vajzën dhe Selvia e vetme nuk mund të bëj dot asgjë. Uroj dhe shpresoj të bëhet më e mira për këtë nën dhe vajzën e saj 17 vjeçare. Ju falenderoj dhe juve që qëndruat me mua. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.